Ne kemi sot të ftuar në studio Dom Gjergjmetën, prift katolik famuljetari i Kishës së Kamës. Zoti Meta, faleminderit që jeni në studio. Faleminderit për ftesën Bledian, edhe desha që fillim të emisionit të them faleminderit sepse telefonata jote mbrëm më tha që ka dalë timi bardhë, sepse në fakt isha në një takim me trit e famullisë dhe nuk e dija, kështu që faleminderit edhe ty për lajmin. Ju gazetaret jepni lajme edhe neve nga njëherë kur që jemi brenda disa situatave. Nëse jam shumë i gëzuar që kam qenë le të themi lajmtari juaj, një lajm kaq fantastik dhe kaq të bukur. Në fakt, Dom, u zgjodh më shpejt se ç'duaj pontifikati i ri apo është një proces normal? Po, është një proces normal. Teorikisht mund zgjidhej. Sa takon procesit votimit, kuptohet. Teorikisht mund zgjidhej edhe qysh me votimin e parë në mbrëmje, teorikisht, por sigurisht ka nevojë për kohën e vet e votimit, sepse varet tek orientimi i kardinalëve. Në përgjithësi, të gjitha konklavat e fundit paka shumë kanë treguar që parashikimet gjithmonë janë shkënjyese dhe nuk kanë dalë asnjëherë, edhe në fakt edhe parashikimi për Bergalion që nuk ishte fare në asnjë nga top listat e opinionistëve apo të madje edhe rezultatet edhe bookmakerat anglezë nuk e kishin vënë fare në koeficientet e basteve të sa për kuriozitet kjo. Kështu që ndjesia e parë në të vërtetë ishte sikurse edhe për Benediktin e 16 që dha dorëheqjen në mënyrë të befasishme, edhe figura e Bergalios ishte një befasi sepse nuk e unë personalisht po them për herë të parë në jetën time këtë emër dhe këtë fytyrë i dëgjoj dhe i shoh dje, mbrëm, pra nuk dija, nuk kam qenë informuar për këtë personalitet të Kishës Katolike. Kështu që na ka kapur të gjithëve në befasi. Megjithatë jemi këtu, kemi një pap, më në fund mbas këtyre ditëve të selis vakante, cili quhet Francesca. Në fakt, përpara se të kalojmë në pyetje tjera, do të ndiqnim një profil të shkurtër se kush është pontifikati i ri në Vatikan, dhe pasi rikthehemi sërish për të zhvilluar pjesën tjetër të bisedës. Kush është Papa Francesco i parë? Jorge Mario Bergoglio, i lindur në Buenos Aires, si një ndër 5 fëmijët e një punonjësi italian të hekurudhës, konsideroi si një prej 5 figurave më të devotshme dhe me influencë në Kishën Katolike, ndonse jo një favorit i qartë për të pasuar Benediktin e 16. I formuar në seminarin e Villa Devotos, ai u diplomua në San Miguel për filozofi nga Kolegji i Lartë Katolik i San Joses dhe në vitet në vazhdim dha mësim në literaturë dhe psikologji në një kolegj të Santa Fes e më pas në Buenos Aires. I urdhëruar atë në vitin 1969, Bergoglio shërbeu si një prift në zonat e largta në Argentinë mes viteve 73-79. Aftësitë mbreslënse në komunikim, thjeshtësia, përullësia dhe aftësia e tij në përhapjen e fesë katolike e ndihmuan që në vitin 1980 të rikthehej në Buenos Aires për të bërë lektor i universitetit në të cilin u formua. Papa Francesco u transferua në Europë në vitin 1986 në Gjermani për të vazhduar karrierën e tij akademike, por pas mbrojtjes së tezës së doktoraturës u rikthye në atë dhe, ku shërbeu përsëri si peshkop në një kishë në Cordoba. Papa Gjon Pali II, duke vlerësuar punën e Papës Bergoglio si një njeri i përullur, veçanërisht i devotshëm, dhe që pavarësisht mundësive për të bërë një karrierë të rehatshme në zyrat e Kishës Katolike, zgjodhi jetën e një misionari të vazhdueshëm, në vitin 2001 e thiri në Vatikan, ku në 21 shkurt e nderoi duke graduar kardinal. Ndryshe nga kardinalët e tjerë, Francesco refuzoi që të jetonte në apartamentet luksoze me shpenzimet e Vatikanit, duke zgjedhur një banesë të thjeshtë për të jetuar me pagën e tij modeste. Në vitin 2005, kardinali i Argjentinas, i pari pap nga Amerika e Jugut, mori pjesë në konklavën nga cila u zgjodh Benedikti i 16, pas vdekjes së Karol Wojtylas, Papa Gjon Pali II. Jorge Bergoglio është një teolog i kompletuar i cili e ka distancuar veten nga teoritë liberale, duke zgjedhur rrugën e konservatorizmit. Ai është shprehur kundër martesave homoseksuale, duke kundërshtuar ashpër vendimin e shtetit Argjentinas për të i ligjëruar ato në 2010, por ka kërkuar që kisha të mësojë anëtarëve të këtij komuniteti fjalën e saj, duke thënë se rruga e drejtë është ajo e dashurisë për njeriu. Papa Francesco, i pari me këtë emër, është gjithashtu një kundërshtar i ashpër i abortit dhe eutanazisë.
Mirë, do më gjë që ishte ky materiali i cili fliste ka për një profil të shkurtër të Papa Francesku të parë, ose i njohur ndryshe kardinali Jorge Mario Bergoglio. Nga ajo sa keni parë dhe nga deklarata që pati, le themi, dalja e parë publike për botën dhe për besimtarët katolik pranishëm, dje në sheshin Shën Pjetër në Vatikan, cili ishte mesazhi i parë që ju morët nga ajo që artikuloi Papa Francesku? Po, temi kështu ajo, ai perceptimi fillestar ishte thjeshtësia e komunikimit, një pap që fillon fjalimin e tij me të dashur vëllezër dhe motra, mirëmbrëma. Shumë njerëzore, shumë normale, do të thotë që papa ditë thotë mirëmbrëma. Edhe kjo ishte shumë e bukur, shumë simpatike nga ana e tij. Ai u lidh menjëherë me paraardhësin e tij, sepse fjalët e para në një farë mënyre i shpenzoi edhe gjestin e parë si pape shpenzoi për Benediktin e 16 duke ftuar të gjithë që të luten për të dhe u lut konkretisht aty për të. Dhe më pas në fjalët e tij, megjithëse nuk mund të quhen fjalë programatike, sepse janë vetëm fjalë përshëndetëse, sigurisht fjalën programatike do ta dëgjojmë në meshën e fillimit të pontifikatit. Por pastaj ai kërkoi nga njerëzit që t'i luteshin Zotit që Zoti ta bekonte, dhe në fakt u krijua ai çast qetësie ku ishin rreth 100.000 veta gati në shesh dhe nuk dëgjohej asnjë zë. Në fakt është ky moment magjik që përshkruan pikërisht në transmetim. Po, për të gjithë duke u lutur për papën e ri që u zgjodh. Dhe sigurisht fakti që vjen nga një realitet jashtë europian do të thotë shumë për atë çfarë kardinalet kanë dashur, atë çfarë kisha do dhe ka nevojë në këto momente. Dhe konkretisht? Konkretisht është një hapje kishës edhe më e madhe ndaj problematikave, sidomos të botës së tretë, të botës së varfër. Rreth parë, Amerika Latine është një vend ku besimi është ende shumë i gjallë dhe shumë i fortë. Edhe përgjithsisht Amerika Latine ka këtë qasje mjaft fortë ndaj katolicizmit. Dhe kështu që një freski që vjen pak edhe në Europën e plakur, në Europën e rënduar, të përgjumur nga shekularizimi, nga relativizmi dhe sidomos nga konsumizmi i tepërt ekonomik. Sigurisht është një pap që do të japi përgjigje disa sfidave, se nuk mund themi që kreu i kishës katolike ka rëndësi vetëm për kishën katolike. De facto ka rëndësi për gjithë botën. Dhe sigurisht përgatitja dhe formimi i tij, që duket një formim solid nga biografitë, sepse thash ende duhet ta njohim, ende duhet të shohim se ç'është. Formimi dhe soliditeti i përgatitjes së tij sigurisht do ta vendosin në një pozitë të qartë për dialogun me botën bashkëkohore, një temë tjetër që është prekur në këtë ditë nga kongregacionet e përgjithshme të kardinalëve. Siç dëgjuam edhe në profilin e tij personal, një njeri thjesht, një njeri që me gjithë lartësinë e dinjitetit, po me mjaft humor. Ka dy momente mjaft interesant paktën nga ajo që ndoqja nga deklarata apo dhe postimi që ka bërë në rrjetet sociale Twitter, mjaft aktive dhe në rrjetet sociale, jam papa i ri dhe fëmijët do të nduan më shumë se babagjyshi i vitit 30 thoshte Papa Francesku i parë, ndërkohë gjatë ditës ndjeshme deklarata kryesore që është edhe në mediat ndërkombëtare, ishte pikërisht momenti që mos zgjodhen nga fundi i botës mua, ja ku jam. Edhe ja ku jam, po. Më morën nga Argentina dhe nga fundi i botës dhe ja ku jam. Edhe kjo tregon, mendoj, edhe një kujdes ndaj të varfërve, ai fakti që ai jeton në një situatë modeste, në një apartament paktën deri tani, sepse tani do të jetojë në Vatikan. Do të jeti detyruar të jetojë në Vatikan. Edhe fakti që për shembull ai nuk ka pranuar të lëviz me mjetet personale, por me mjetet publike, me tramvaj, me tren, me autobus, pikërisht për të dhënë edhe mesazhin e thjeshtësisë edhe të jetesës si të gjithë njerëzit e tjerë, duke marrë edhe emrin Francesc. Mendoj që i referohet Francesku Tasizit, por është një Francesc tjetër, jezuit në fakt, sepse kjo është edhe jezuit, që është Shën Francesc Xaveri, i cili e hapi kishën në popujt e lindjes në një farë mënyre, sidomos Indin dhe Kinën. Dhe edhe sot e kësaj dite Francesc Xaveri është shumë i dashur në Kinë. Kështu që
edhe kjo lidhje sigurisht ka të bëj ka të vetën. Megjithatë, mos shkojmë përtej, sepse emri në një farë mënyrë tregon një agjendë personale, kurse Papa do të bëjë edhe agjendën e Ungjillit dhe sidomos agjendën e fjalës së Zotit, pasi një pap është aty për të shpallur fjalën e Zotit, sigurisht jo për të bërë vetëm interesat e një grupi njerëzish, që mund të jenë edhe 2 miliardë në botë, por nuk janë gjithë njerëzit, sepse Zoti kujdeset për njerëzit në të gjithë botën, dhe kështu që edhe një pap duhet ketë këtë përkujdesje ndaj gjithë botës, ndaj gjithë realitetit botëror, ashtu sikur se edhe ai vetë tha për një vllazëri të përgjithshme të njerëzve në gjithë botën. Prandaj zgjedhja e këtij pape befason në të njëjtën kohë hap një sipar të ri në historinë e Kishës, një sipar të ri që e hapi vetë Benedikti XVI me aktin e paprecedent të dorëheqjes së tij, dhe që ky do ta vazhdojë sigurisht me personalitetin e tij dhe me përkushtimin e tij në shpalljen e fjalës së Zotit dhe në dialogun me botën bashkëkohore. Domethënë, sa i takon zgjedhjes dhe le të themi agjendës personale, agjendës që do të ketë Papa Francesco i parë, çfarë ndryshon konkretisht në kishat në mbar botën, konkretisht në Shqipëri, në një kishë shqiptare, si ndikon kjo agjendë në përditshmërinë e veprimtarisë tuaj fetare? Shiko, kisha thashë njëherë ka një mandat, ka një agjendë që është ajo e përhershmja. Pra që t'jetoj me fjalën e Zotit dhe këtë fjalë të Zotit t'ua shpall njerëzve. Format janë konkrete, pastaj mund të ndryshojnë në bazë të kontekstit historik në të cilin jetojmë, duke përdorur gjithmonë 2 kriteri që bashkëpunojnë, bashkërëndohen me njëri tjetrin, që është kriteri i vazhdimësisë së traditës së kishës, por edhe kriteri i ndërprerjes, sepse disa gjëra që nuk shkojnë duhet ndërpriten dhe duhet fillojnë gjëra të reja, duhet hecet përpara. Për sa i përket kisha shqiptare ka konferencën e saj peshkvore, ka i peshkvit e saj, të cilët punojnë e udhëheqin dioqezat e tyre, sigurisht në bashkim me papën dhe me mësimin e tij dhe me magjisterin e tij. Por ama agjenda e kishës është ajo e përhershmja. Sigurisht çfarë fryme dhe çfarë impostimi të ri do t'i japi ky pap, ku ky pap do të jetë në vazhdimsi dhe ku do të jetë në ndërprerje me atë çka ka qenë deri tani. Kjo është për t'u parë ende. Një gjë është e sigurt, kisha në këto momente ka nevojë që të rigjallërohet, ka nevojë që të rimendoj shumë gjëra tek vetvetja, ka shumë sfida përpara, shumë sfida që i trashëguam edhe nga pontifikati i Benediktit të XVI që ai hapi. Më vjen në mend një imazh, janë sikur 2 pilot. Njëri e ndez avionin, tjetri duhet ta ngrejë dhe ta çojë në destinacion, në fluturim. Atëherë mendoj që edhe kisha shqiptare në këtë kontekst duhet të jetë ajo e cila dialogon me botën bashkëkohore, me shoqërinë shqiptare në të gjitha dimensionet e saj, mediatike, politike, ekonomike, duhet ta thotë fjalën e saj pa frikë dhe me autoritet, duke i qëndruar besnik vlerave të Ungjillit, por duke i qëndruar besnik edhe nevojave të njeriut të sotshëm, do të jetë e kujdesshme ndaj të varfërve dhe ndaj atyre që kanë nevojë për mbështetje, dhe sigurisht duhet të jetë e palëkundshme në përcjelljen e të mirës, në përçimin e të mirës, duke sigurisht në qoftë se ka gjëra për t'i kërkuar falje Zotit t'i kërkoj falje, nëse ka gjëra për t'u bërë më mirë të bëhen më mirë, dhe nëse ka gjëra për t'u krenuar, mos krenohet shumë. Në fakt duket se edhe vetë Papa Francesco i parë është i ndërgjegjshëm për sfidat që ka, madje në deklaratën e tij ditën e dieshme, ndaljen e parë, sigurisht ishte një moment kur mbyll fjalimin që thotë le të pushojmë sonte sepse nesër është një ditë e re. Pra duket që edhe ai vetë është mjaft i vetëdijshëm për sfidat. Çfarë ndodhi gjatë këtyre viteve që nga pontifikati i Vojtilës, i cili solli një frymë të re në mënyrën e veprimit dhe operimit të Vatikanit edhe le të themi të përçimit të fesë katolike në gjithë botën, me Ratzingerin, i cili mori, le të themi, erdhi si një figurë e fortë, një figurë konservative, por nuk është se u shfaq dhe aq konservativ, pak në perceptimin e parë. Në fakt u tregua më i brisht se sa ishte menduar. Ndërkohë Papa i ri, për Francesco i parë, duket që ka këtë sensin e humorit, sensin e thjeshtësisë, por prapë
proklamohet, le themi, si konservativ. A ka vend për konservativizëm në këto kohë në proklamimin e fesë katolike, apo duhet kemi një lloj disi mendësie më të hapur për të diskutuar ato që i përballen ose i jepen asaj si sfida në tavolinë, le ta quajmë kështu? Sfida që formulove ti Bledian është shumë interesante. Kisha është ruajtëse konservatore, ruajtëse një mesazhi. Dhe mesazhi që ajo ka është mesazhi i dashurisë për gjithë njerëzit. Dhe kur kisha ruan këtë mesazh dashurie dhe përcjell këtë mesazh dashurie, nuk mund mos jetë konservatore. Dhe në këtë pikë duhet të jemi të gjithë konservatorë. Të ruash atë çka do të thotë dashuri dhe ta përcjellësh në botën e bashkohore. Të ruash atë që kisha ka marrë nga fjala e Zotit, e cila thotë Zoti është dashuri në Ungjillin e Gjonit. Këtu nuk mund të ketë diskutim. Kisha duhet të jetë konservatori. Si shfaqet kjo dashuri në tipologjitë e saj, pastaj edhe këtu ka shumë sigurisht për të diskutuar, por kisha duhet të jetë dhe duhet të këmbgulin në ato çka janë parimet që marrin origjinën nga e drejta hyjnore dhe sigurisht nga drejta natyrore. Nga ana tjetër, kisha nuk mund të jetë gjykuese e askujt, sepse i vetmi gjykatës është Zoti. Dhe as përjashtuese, besoj. Dhe as përjashtuese. Kisha duhet të jetë e hapur ndaj çdo dialogu, ndaj çdo diskutimi. Ti shikojmë gjërat, ti vlerësojmë së bashku. Si janë, si mund të bëhen më mirë. Qoftë kjo në aspektet politike, qoftë në aspektet ekonomike, qoftë në aspektet bioetike, qoftë në aspektet e etikës seksuale, të cilat janë disa probleme që kisha është vendosur më shumë në fokus në një farë mënyre. Dhe në këtë pikë kisha sigurisht duhet të jetë e hapur që të pranoj brenda vetes personat të cilët ndjehen të përjashtuar, personat të cilët ndjehen të braktisur në të gjitha nivelet. Por nga ana tjetër, ti jesh i dashur, nuk do të thotë ti jesh i pavërtet. E vërteta dhe dashuria shkojnë bashkë. Në fakt, Benedikti XVI ka shkruar edhe një enciklik me titullin Caritas in Veritate, pra dashuria në të vërtetë. Çka do të thotë se, po të bëj një shembull, është tjetër gjë që unë ty të kam shok dhe mik dhe them të dua shumë, por tjetër gjë që unë të vej në duke që ti je një gazetar mediokër ose i dobët, që në fakt nuk je, por ta them, qofse është e vërtet kjo gjë, unë duhet të ta them dhe nuk mund për hir të dashurisë të fshet vërtetën. Kështu që kisha duhet veproj dhe vepron në këto dy gjëra. Sigurisht, të thuash të vërtetën do të thotë edhe një gjë tjetër, që ti jesh koherent ti s'pari me atë të vërtetë. Dhe në këtë pikë kisha duhet punoj shumë, që ti jetë koherente në atë që thotë edhe në atë që bën. Do më gjë duket që paktën në Vatikani vetvete e ka qasjen për, le të themi, për një ndryshim, për një erë të re dhe vetë zgjedhja e pontifikatit të ri e tregon këtë. Ne do të rrim, le të themi, do të shikojmë se si do të jetë kjo qasje e re e kishës me njerëzit dhe me sfidat që ka. Unë ju falenderoj shumë për gjithë bisedën e këndshme që Faleminderit për ftesën, Bledian. Do të kemi sigurisht edhe herë tjera për të biseduar. Faleminderit, të nderuar televizionistë, ishim me Dom Gjergjmetën, priks katolik dhe famuljetari i kishës së Kamzës. Folëm për zgjedhjen e pontifikatit të ri të Vatikanit, kardinalin Jorge Maria Bergoglio, i cili do të quhet tashmë dhe Papa Francesku i parë.